Faleminderit ju për ftesën. Doja të diskutonim dhe të komentonim shumë gjëra së bashku, po ja nis me aksionin e opozitës të Partisë Demokratike që bëhet çdo ditë të hënë pas dite aty përpara kryeministrisë, një tip foltoreje ku denoncohen aferat, ministrat e qeverisë, problematikat e ndryshme dhe opozita e bën këtë sepse thotë që në parlament nuk i jepet fjala. Tani si të duket ty e gjitha kjo? Atëre kjo është një tentative dëshpëruar e opozitës për të shmangur pa diskutim analizën e zgjedhjeve dhe po përpiqet që të ngrej frymën tek demokratët, por nuk mund të ngresh një foltore të dytë kur ti nuk e mbajtur premtimet e foltores parë, kur ti premtove figura të reja dhe figura kishim Albana Vokshim, Flamur Nokën, Tritan Shehun. Nuk mund të ndezi një foltore 2 kur nuk është mbajtur asnjë premtim nga foltoria parë. Nuk mund të ndezi një foltore 2 kur nuk është bërë analiza zgjedhjeve. Nuk mund të ndizet një foltore 2 për sa kohë kryetari nuk respekton statutin i cili thotë që kryetari që humbet zgjedhjet duhet të largohet. Për këto arsye që sapo përmenda, mendoj që kjo foltore 2 bëhet vetëm për interesat personale të leadershipit aktual të Partisë Demokratike. Po mirë, duket sikur ka edhe disa zëra, po them, brenda Partisë Demokratike që çoku tek tuk ka ndonjë replik ose ndonjë kritik për mënyrën se si është vepruar tani pas zgjedhjeve dhe për më tepër për rezultatin e zgjedhjeve vendore, këtyre që ishin tani para 2 javësh, siç është për shembull ish deputeti Ervin Saliani. Ti ke bërë një deklaratë shumë fort në një emision tjetër lidhje me Salianin. Po patjetër, unë mendoj që Ervini është një djalë i cili ka bërë kauza, ka luftuar për Partinë Demokratike dhe pa diskutim i është privuar edhe liria për një denoncim që bëri ndaj vllait të ish-ministrit brendshëm. Pa diskutim që ai ka kontributin e tij dhe unë mendoj që djemsi Ervini duhet të jenë e ardhmja e Partisë Demokratike. Nuk mund të jetë më Berisha shpresa demokratëve dhe absolutisht që nuk e shoh që një 81 vjeçar mund të frymëzojë dhe mund të jetë e ardhmja shqiptarëve pas 2 fundjeve që ai ka pasur 2013 ndaj Ramës dhe në 2025 që janë faktor i cili tregojnë domosdoshmërisht që duhet të ndryshojë leadershipi i Partisë Demokratike. Një kundërpyetje, po mos ndoshta Partia Demokratike është Sali Berisha dhe pas Sali Berishën nuk ka Parti Demokratike pavarësisht kritikave që ti mund t'i kesh me shumë të drejtë apo dikush tjetër? Atëherë unë do të përgjigjem që Sali Berisha është shembulli i një tranzicioni pafund. Dhe kush arrin ta kuptojë këtë e ka përgjigjen brenda, që do të thotë Partia Demokratike është aset kombëtar, nuk është Sali Berisha. Sali Berisha ka qenë një ndër figurat më të rëndësishme politike të gjithë kësaj periudhe dhe pa diskutim ka kontributin e tij, por Sali Berisha duhet lëj fëmijët e oborrit vet, fëmijët e partisë vet të rriten dhe mos bëhet si ai prindi i cili pengon fëmijën të rritet, të heci përpara dhe pa diskutim se jo edhe të udhëheqet e të drejtojë. PD-ja është aset kombëtar, PD-ja nuk është Sali Berisha. Pa diskutim që Sali Berisha është pjesë e historisë Partisë Demokratike, por kjo nuk do të thotë që ai është e ardhmja dhe kjo nuk do të thotë që PD nuk ka jetë pa të. Qartë, e kuptoj, meqense po flistim pak më parë për të rinjt në Partinë Demokratike, edhe për Ervin Salianin konkretisht, unë kam një pyetje, më duket sikur po formësohet ideja që Ervin Saliani do të tërheqë një pol në Partinë Demokratike. Unë nuk di ta shpreh tamam se në ç'formë do të ndodhë kjo. Kjo i takon të ardhmes politike. Po a mendojnë që ai mundet që të rivalizojë në një mënyrë Sali Berishën për të krijuar një farë alternative? Sali Berishën dhe pa diskutim duhet jetë kundërshtar në zgjedhjet e prillit ndaj tij dhe të hyjë ngar, sepse vetëm duke e përballur dhe vetëm duke e mundur ti mund ta fitosh leadershipin dhe ti nuk mund të presësh që leadershipi të dhurohet si në rastin e Lulzim Bashës. Kështu që ti duhet bësh garën, duhet bësh sfidën, duhet të mundësh leadershipin aktual dhe pa diskutim që pastaj ti duhet të udhëheqësh edhe ti je fitues absolut. Asgjë nuk falet aq më tepër në politikë. Kështu që Ervini ka një betejë mendoj shumë të fortë përpara dhe pa diskutim që njerëzit e rinj duhen inkurajuar për të garuar, për të fituar dhe për të dhënë një mundësi demokratëve ndryshe nga kjo që ka qenë deri tani. Po ti vet,
E sheh veten të Pas përfshirë në diskutim që do ta hedhë kandidaturën dhe nuk i trishem deklaratave të mia publike për sa kohë Sali Berisha nuk do jetë pjesë e garës dhe për sa kohë Sali Berisha jep dorëheqjen siç e kërkon Neni dhe statuti dhe institucioni i Partisë Demokratike, jo Alice Balliu. Neni e thot qartë që kryetari shumë vet duhet japi dorëheqjen dhe të mos ketë të drejtën e rigarimit. Qartë, mirë. Unë dua të flas më bashkë edhe për deklaratat e Pa Berishës. diskutim që do ta hedh kandidaturën dhe do kem një platformë time për gjithë shqiptarët dhe gjithë demokratët, po pa u hapur gara deri atëherë na mbetet vetëm të respektojmë Nenin, të respektojmë institucionin e PD-s dhe shpresoj ta bëj këtë edhe leadershipi aktual. Qartë. Duhet të flasim pak për deklaratat e Berishës dhe të Partisë Demokratike për komisioneren për zgjerimin, Zojën Marta Kos, dhe për ambasadorin e Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. Pyetja ime për ty është si të duken këto deklarata që denoncojnë në fakt dhe anatemojnë në fakt deklaratat e tyre. I qëndron Partia Demokratike korrekte, po themi, me deklaratat e saj? Tani për sulmin ndaj zotit Gonzato, unë e kam thënë dhe risema, Berisha e bën për të dukur më pro-amerikan. Pasi zoti Gonzato normalisht është pjesë e Bashkimit Evropian dhe BE-ja i ka pa diskutim marrëdhënie diplomatike më të afërta me kryeministrin Rama. Kjo edhe për shkak të gërgjit që kanë me SBA-n dhe duke parë që Trumpi po sulmon BE-n edhe Berisha që të duket pak më pro-amerikanë bën sulme të tilla për të dukur amerikanë. Qartë. Por, për te i faktit se kush i bën këto, a qëndrojnë apo janë të tepruara? A nuk është e vërtet se Bashkimi Evropian po i qëndron më afër qeverisë Rama se sa duhet? Unë mendoj që deklaratat e zotit Berisha nuk qëndrojnë, raporti i Odirit ka qenë i njëjtë dhe me vitet e shkuara nuk ka pasur ndonjë diferencë apo të ketë pasur një qëndrim ndryshe, ka qenë një raport rutinë, një raport i cili është i përsëritur. Unë nuk prisja në një ndryshim nga leximi i raportit përfundimtar të Odirit, siç nuk e kam pritur edhe në zgjedhjet e kaluara, thjesht ka qenë një procedurë rutinë, por Berisha pa diskutim që e përdor këtë për diskursin e vet politik që të mbajnë këmbë edhe gjallë demokratët dhe militantët, pasi ka 7 muaj që thot farsa zgjedhore, pastaj iku me kokën ulur tek Parlamenti Krimit dhe deri tani akoma nuk shohim një ndryshim opinioni apo një dorëheqje të zotit Berisha apo një analizë përgjithësisë reale se çfarë ndodhi më datën 11 maj. Në fakt, deklarata e sotme, madje e fundit, nëse nuk e dini nëse e ke ndjekur e zotit Berisha, po ta them unë, është që Partia Demokratike kishte mision mbrojtjen e votës dhe e mbrojti votën. Kështu u shpreh zoti Berisha. Tani si mbrojti votën, të lutem? Duke denoncuar farsën zgjedhore, tha zoti Berisha. Këtë farsën dhe fillimin e luftës dhe fillimin e fitores se kemi parë që me Lulin edhe nuk kemi parë në gjë të re. Që të faktosh farsën zgjedhore do të thotë që ta rifusësh Shqipërinë zgjedhje dhe ti premtosh Shqipërisë zgjedhje të lira dhe të Qartë. Po. Ku e ka bërë misionin Sali Berisha? Ku e ka përfunduar misionin? Kjo ishte deklarata e tij, domethënë. Po kjo është një deklaratë e cila nuk qëndron, pasi të përmbushësh misionin dhe të faktosh farsën zgjedhore, i bie që qeveria bashkë me opozitën të rifuten sërish në zgjedhje dhe pa diskutim ti premtosh shqiptarëve zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të fitojë më i miri pa u bler vota, pa u vjedhur vota. Ku e ka bërë këtë Sali Berisha që thotë e kam faktuar? Janë deklarata qesharake, janë deklarata të cilat mund të kënaqin egon personale të dikujt, por nuk i shërbejnë Shqipërisë, nuk i shërbejnë shqiptarëve, dhe prandaj shqiptarët e kanë braktisur Berishën duke e lënë me 200 protestues, aq nuk më shumë blidhen në një dasëm se sa sheshi një opozite e cila pritet nesër të jetë alternativë qeverisë për vendin. Qartë, nëse do të hidheshim tash tek mazhoranca, e cila ka një problem të madh, duket të paktën, me drejtësinë. E kam fjalën për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila është zyrtarisht në akuzë dhe në mas sigurie e pezulluar nga detyra, njëra nga masat e sigurisë. Zoti Rama këtë gjë e ka çuar tuese këtë vendim të
gjykatës së posaçme. Duket se do të ketë një situatë të tensionuar. Po si e sheh? Se nuk ka rënë rasti që të diskutojmë bashkë për çështjen Balluku. Si e sheh njërë? E shoh shumë korrekt pa diskutim vendimin që ka marrë kryeministri për ta çuar te kushtetuesja. Nuk e shoh as pa korrekt vendimin e GKK-s në mënyrë të cilën ka vendosur pezullimin e zonjës Balluku, duke marrë kompetenca të cilat nuk i takojnë, pasi neni 7 i Kushtetutës Republikës Shqipërisë qartëson në qartazi që pushtetet janë të ndara, ekzekutivi, legislativi nga gjyqësori, dhe pa diskutim ajo nuk mund të mbivendoset pushteti gjyqësor mbi ekzekutivin. Pa diskutim që duhesh një shkres nga Spaku, i cili të kërkonte pa diskutim heqjen e imunitetit të zonjës Balluku në parlament, dhe pastaj ato të merrnin masat si arrest me shpim, në moment që ato do kishin në frikë se mos zonja Balluku fshinte provat apo ndikonte në heqjen e çdo materiali që mund ta implikonte. Por nga ana kushtetuese dhe me të drejtën kushtetuese, unë si avokate di të them që në një shtat i Kushtetutës pushtetet janë të ndara. Po pse mendojnë që GKK-ja e ka marrë këtë vendim? Le të aludojmë pak, nëse ti ke ndonjë skenar tëndi në kokë. Tani GKK-ja merrte mas arresti me shprit, asash. GKK-ja ka marrë një vendim i cili nuk i takon dhe është në shkelje të Kushtetutës Republikës Shqipërisë. GKK-ja në të rast ka ndihmuar Ramën duke penguar pezullimin e zonjës Balluku me procedurë ligjore që do të thoshte heqjen e imunitetit të zonjës Balluku dhe çuarjen pa diskutim pastaj në hetime dhe në arrest shtëpie, dhe duke bërë Ramën viktimën i cili duhet zgjedhë anën ligjore që pa diskutim i takon në gjykatës së Kushtetutës, dhe ai thotë që unë nuk mund shkel ligjin sepse Kushtetuta në një shtat thotë që ju nuk e keni targetin për të pushuar zonjën Balluku. Dhe ai pa diskutim që thotë unë po ndjek procedurën ligjore. Në këtë rast ka ndihmuar Ramën GKK-ja. Unë në optikën time kështu e analizoj. Sepse ti mendojnë që gjykata kushtetuese do t'i japi Ramës të drejtë? Jo, nuk do t'i japi Ramës të drejtë, do t'i japi ligjit të drejtë. Do t'i japi ligjit të drejtë. E kuptoj, po në këtë rast është i qartë. Po, në këtë rast e kam fjalën kërkesës së Ramës. Spaku duhet bënte kërkesë parlamentit për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Po në rast Kushtetuta pa diskutim që do japi të drejtë ligjit, nuk i jep të drejtë palëve partijake, do t'i japi të drejtë nenit, do t'i japi të drejtë Kushtetutës, dhe pa diskutim që duhet respektuar, sepse çdo person, qoftë zonja Balluku, qoftë kushdo tjetër, ka të drejtën të ketë një mbrojtje ligjore sipas ligjeve dhe rregullave të Republikës Kushtetutës së Shqipërisë. Unë kam një pyetje që më shqetëson. Bën vaki që gjykata kushtetuese t'i japi të drejtë GKK-s, pra pezullimit nga detyra. Nuk e besoj sepse në një shtat e citon qartazi, që nuk e ka targetin për ta pezulluar. Pasi kryeministri propozon dhe presidenti ka të drejtë të mandatojë edhe të heqë dekretin për çdo ministër. Qartë. Po në rast se do të ndodhte e pandodhura, do të ishte një precedent i rrezikshëm? Nuk mendoj që do ndodhi, pasi besoj te ligji, besoj tek Kushtetuta, besoj tek profesionistët, dhe Shqipëria ka plot të tillë, dhe pa diskutim që do ndiqet dhe do respektohet e drejta ligjore. Kjo u tregua me rastin Veliaj, besoj që njëjtë do funksionojë edhe për zonjën Balluku. E kuptoj. Mendojnë që kjo në fakt do t'ingelet, nuk mund të paragjykojmë drejtësinë, sigurisht, por mendojnë që në zbatim të ligjit dhe të Kushtetutës ndaj zonjës Balluku do të ndiqet një proces gjyqësor që do të bëjë drejtësi në fund edhe në lidhje me akuzat ndaj saj. Të mos harrojmë, janë në lojë 210 milion euro tek loti 4 i Unazës, tuneli Llogaras, dhe 450 milion në gjithë Unazën në tërësi. Mendojnë që do të ketë një vendim të drejtë nga drejtësia, nga gjyku? Pa diskutim, por duhet presim dosjen e plotë, duhet presim pa diskutim gjithë procesin ligjor, dhe pastaj t'japim një opinion saktuar mbas provave dhe fakteve, dhe jo ndërmjet hamendësimeve që secili mund t'i ketë sipas orientimit të tij personal. E kuptoj. Nuk e di nëse
ke menduar që zoti Rama, ndoshta bashkë me zotin Berisha, ose dhe pas zotin Berisha, po më shumë me zotin Berisha, për shkak të numrave që i duhen, mund të doj të ndryshoj, po themi, sistemin e drejtësisë, nëse, po themi, i shtrëngohet laku, ne kishim edhe një lajm dje. Unë mendoj që zoti Berisha do jeti gatshëm ta bëjë këtë, pasi ka treguar qartë Azi Shahalli, i tij personal është më i madh se fitoria e Partisë Demokratike, apo se aseti kombëtar, apo se kauza popullore. Kështu që pa diskutim që mund të bëhet bashkë me Ramën për interesin e tij personal edhe ta votoj pro. Nuk kam ndonjë habi në këtë fazë nga zoti Berisha. Mund të kemi le të spekulojmë tani. Pra, nëse ti mendon që në qoftë se rrethi shtrëngohet shumë, mund të kemi një bashkim të votave në kuvend për të ndryshuar kushtetutën, për të zvogluar kompetencat e SPAK-ut, ose për ta hequr fare SPAK-un, me justifikimin, si të shumë, po them, komentatorë në mbrojtje të qeverisë, kanë patur që po bën puç grusht shteti, pra, po ndërhyjnë në kompetencat e qeverisë, pra, e një justifikim që shkon goxha, nuk mund të themi që nuk shkon. Dhe ndoshta Berisha bëhet bateritë të Ramës, pasi sot opozita vërtet e Ramës është SPAK-u, dhe SPAK-u ka bërë një punë shkëlqyer duke futur shumicën e bashkëpunëtorëve të Ramës në burg, dhe pa diskutim që e pandehur është Belinda, i pandehur është dhe Berisha, kështu që të gjithë janë për të shpëtuar drejtësisë, dhe pse jo të bëhen gjithë bashkë për ta votuar. Nuk ma bit më asgjë. Për mua opozita ka humbur pronësinë e saj dhe është paterica e pushtetit. Për sa kohë është Berisha në krye të leadershipit Partisë Demokratike, aq më stabil dhe po modësh Rama në pushtetin e tij. Kështu që nëse do t'i ribashkonte votat për ndryshime kushtetuese, për mua nuk do kishte asnjë lloj surprize. Pra, e mendon edhe ti që mund të ndodhë? Do surprizohesh apo mos ndodhte? Në fakt, do surprizohesh e po të mos ndodhte, në fakt. Po. Dhe kjo do të thotë që sipas teje SPAK-u po e luan rolin deri tani mirë, përderisa ka arritur që t'i vendos në pozita mbrojtjeje. Mendoj që SPAK-u është opozita e vetme që kanë shqiptarët, është SPAK-u është poezion nga gjumi. Qoftë opozitën, qoftë shqiptarët, ka bërë një punë të shkëlqyer dhe pa diskutim që duhet përgëzuar dhe suportuar që drejtësia të vihet vendet korruptuarit shkojnë aty ku kanë vendin në burg. Siç tha edhe zoti Altin Dumani para disa ditësh në Bruksel, po e ka përsëritur që ka sulme nga krimi organizuar, nga media dhe nga politika ndaj SPAK-ut. Domethënë, të treja këto grupe të forta interesi kundër drejtësisë, sipas Dumanit. Pa diskutim që presioni besoj do ketë qenë i lartë, pasi në Shqipëri është hera parë që ndodh që gjithë këto individ me kaq peshë të madhe politike janë pashekurave. Këtu dua të kujtoj Ilir Metën, ish president, Erion Velin, kryetar aktual i Bashkisë Tiranës, e pandehur zëvendës kryeministrja. Që janë në sundimra më përpara në kemi parë një politikan të dënonte. Ishte sot ne kemi bërë progres në aspektin e drejtësisë, kemi arritur te llogaridhënia e pushtetarëve dhe pa diskutim që duhet suportuar SPAK-u, dhe kjo është edhe një sinjal i fortë për shqiptarët, po dhe për gjithë politikanët e korruptuar, të cilët pasi shfrytëzojnë çdo lloj posti shtetëror që i jepet për shërbyer, ato për të përfituar, e kanë vendin pa diskutim në kur. Me që ma kujtove, kam edhe një gjë të fundit që lidhet me 21 janarin. Zoti Berisha ishte në SPAK si person në dieni, po themi, dhe bëri disa deklarata që sipas disa komentuesve edhe mund të mos i kishte bërë. Kur doli jashtë, pra me gazetarët, tha që nuk u godit nga kryeministria, tha, nuk u dha urdhër. Ndërkohë që zoti Meta ka të shprehur dëshirën që të shkojë në SPAK si person dieni, dhe zoti Berisha ka thënë që ai mund të ketë informacione të rëndësishme. Si të duket kjo çështja e 21 janarit tani së fundmi? Unë i shndroj deklaratave të mia të mëparshme, unë nuk mendoj që
20 janari ka qenë vrasje shtetërore, nuk mendoj që ka qenë objektivi për të marrë 4 jetët e atyre njerëzve të pafajshëm. Nuk besoj absolutisht që Partia Demokratike ka qenë fajtore apo organizatore apo ka qenë një vrasje me paramendim. Absolutisht jo. Ajo ka qenë një fatkeqësi që ka ndodhur. Dhe pa diskutim persona të cilët kanë dekaluar kompetencën e tyre dhe kanë qelluar, pa diskutim që duhen ndëshkuar edhe t'jepet drejtësi për familjarët e atyre personave që sot më nuk janë dhe të zbardhet e gjithë e vërteta. Është një çështje delikate, të cilën preferoj mos komentoj dhe të lej drejtësinë me punën e saj dhe pastaj të zbardhet e vërteta për gjithë shqiptarët, për familjarët e tyre dhe për çdo person që e përdor këtë temë kaq delikate për ta bërë objekt bisede në çdo studio televizive. Dhe e përdor për politikë. Qartë. Nuk mund të bësh politikë me jetën. Në fakt, kjo është një çështje që sipas gjykatës së Strasburgut konsiderohet krim shtetëror dhe ku të gjithë politikanët. Të gjithë politikanët, nga Edi Rama tek Unë nuk mendoj që ka qenë një vrasje e paramenduar, pasi dua ta theksoj që nuk ka qenë Partia Demokratike organizatore e protestave në ato vite.